Ministria e Arsimit dhe Sportit publikoi datat e provimeve të maturës shtetërore 2026 për nxënësit që ndjekin arsimin e përgjithshëm dhe atë profesional. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro në rrjetet sociale njoftoi se për orientimin e maturantëve gjatë procesit të përgatitjes janë publikuar dhe shpërndar po ashtu testet model. Sipas ministres, çdo shkelje e rregullave të provimit parashikon penalizim sipas rregullores. Datat për provimet e maturës shtetërore 2026 janë: gjuhë e huaj më 2 qershor, gjuhë shqipe dhe letërsi më 9 qershor, matematik më 16 qershor dhe provimi me zgjedhje më 23 qershor 2026. Provimet e maturës shtetërore 2026 fillojnë në orën 10 paradite dhe zgjasin 2 orë e 30 minuta. Provimi me zgjedhje ofron një gamë të gjerë lëndësh duke përfshirë kimi, biologji, histori, gjeografi, qytetari, psikologji, filozofi, sociologji, ekonomi, histori arti, histori muzike dhe histori baleti. Testet e provimeve të maturës shtetërore 2026 hartohen, administrohen dhe vlerësohen nga Qendra e Shërbimeve Arsimore. Ndërkohë që për orientimin dhe përgatitjen e maturantëve, testet model për provimet e ardhshme janë shpërndarë në të gjitha shkollat, duke i orientuar nxënësit për formatin dhe kërkesat e provimeve në mënyrë që ata të jenë sa më të përgatitur për provimet e maturës.